Lehtësira fiskale për të gjithë emigrantët që duan të hapin biznese, sapo të kthehen në Shqipëri, është ky një nga objektivat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilin kryetari Ilir Meta e prezantoi në pranitje e emigrantëve në Greqi, simpatizant të LSI-s. Do të paraqesim edhe një paketë konkrete për incentiva, për lehtësira fiskale, për të inkurajuar hapjen e bizneset të reja nga të gjithë emigrantët të cilët kthehen në Shqipëri dhe duan të reintegrohen atje. Duke u ndalur në problemet që ata vazhdojnë të kenë, kreu i LSI-s bëri më dije se janë bërë propozime konkrete për palën greke. Ne e dim që ju keni probleme të vazhdueshme, ka burokracia dhe pengesa artificiale nga doganat. E dim që keni probleme me certifikatat për fëmijët dhe për këtë çështje është diskutuar disa herë dhe janë bërë propozime konkrete nga pala shqiptare dhe ne do të angazhohemi për t'i lehtësuar këto pengesa vështirësi. Deklarata e Metës u bë gjatë takimeve që e zhvilloi me qindra emigrantë shqiptarë në Greqi, i shoqëruar nga deputeti dhe ministri Evangel Tavo, si dhe përfaqësues të tjerë të kësaj force politike.